Përshëndetje, mirëdita, si që tha kryetari i grupit, sot jemi në këtë mbledhje të posaçme të fundmuajit, ku këtë radhë do t'jetë qeveria që do të raportojë përpara grupit, dhe duke qenë se temat e posaçme që lidhen me çdo sektor do të trajtohen nga ministrat përkatës, unë dëshiroj të ndaj këtu me ju, duke përfituar dhe nga prania e publikut dhe veçanërisht e zgjedhësve tanë përmes medjave, opinionin që kam krijuar lidhur me situatën komplekse ku ndodhemi, jo thjesht ne, shumica e qeverisë po vendim sot. Pas një fitore historike të zgjedhjeve nga ana jonë, rreth 9 muaj më parë, pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, në një kohë rekord për historinë e integrimit evropiane, si edhe pas zhvillimeve që lidhen sa me ecurinë dhe me fatin e reformës historike në drejtësi, aq edhe me rrugën e rritjes ekonomike, qëndrueshmërisë politike dhe shtetbërisë demokratike për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Për hir të vërtetës, unë besoj që duhet të shohim së bashku se jemi në një udhkryq të ri. Ndërkohë që ekonomia vazhdon të ecë me ritmet e parashikuara, duke afirmuar një rritje të qëndrueshme e cila për nga kohëzgjatja e saj në harkun e këtyre 35 viteve është e pakrahasueshme me asnjë periudhë të mëparshme, ndërkohë që Shqipëria vazhdon të shkëlqejë ndërkombëtarisht si asnjëherë më parë, duke u vlerësuar dhe duke u respektuar në çdo forum dhe instancë të marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërkohë që projektet në zhvillim, në hartim e sipër apo në plan për t'u hartuar dhe zhvilluar në këtë mandat janë më të shumta dhe më domethënëse për nga impakti se kur më parë, udhkryqi ku ne ndodhemi sot paraqet sipas meje disa rreziqe, të cilat kërkojnë një kuptim të drejtë, një adresim të vendosur dhe një disiplinë të fortë nga ana jonë, dhe kur them nga ana jonë kam parasysh në radh parë ne këtu deputete, ministra. Sepse përndryshe Shqipëria rrezikon të bëjë në vend numëro, duke humbur kohën më të çmuar dhe mundësitë më të mëdha që ka pasur ndonjëherë në dispozicion për t'u ngjitur më në fund aty ku prej dekadash, shekujsh e kërkon amaneti i Skënderbeut dhe Ismail Qemalit dhe ku patjetër e meritojnë fëmijët tanë dhe gjeneratat e tjera. Dhe çdo vend numëro për Shqipërinë sot është rënje e trendit të rritjes ekonomike dhe e fuqisë vendit nesër për të vazhduar të jetë tërheqës, të jetë dinamik dhe të jetë i respektuar ndërkombëtarisht. Rreziku që ne të bëhemi irrelevant është real. Dhe kur them ne, kam parasysh vendin tonë. Ndërkohë që jemi më relevant se asnjëherë dhe mund të bëhemi ende më relevant. Pse i them këto?
Le ta nisim spari dhe si gjithnjë nga vetja, sepse e vërteta është që ky nuk është një udhkryq dilemash strategjike apo raportesh të ndryshuara të forcave, po është një udhkryq mjegullash, botë kuptimore dhe erërash artificiale, që rrezikojnë të na mpinë, na çorodisin dhe të na ngatrojnë pastaj me këmbët tona. Gjë që ka ndodhur më parë dhe u ka ndodhur më parë, jo vetëm këtu, po dhe në të tjera vende partive të mëdha, kur kanë ngatruar sensin e madhësisë dhe të forcës së tyre me thellësinë e sfidave dhe peshën e përgjegjësisë tyre. Dhe sot po sprovohet faktikisht aftësia jonë udhëheqëse, pjekuria politike dhe shoqërore, e para e familjes sonë politike, po dhe e krejt vendit, pikërisht kur duhet të ngjitemi ende më lart. Dhe kur tani më diferencën midis pikës ku jemi dhe pikës ku duam të rrinë e bën çdo detaj dhe e bën çdo ditë në mënyrë se si ne e shfrytëzojmë ditën. Nuk është e lehtë të ngjitesh nga një humner dhe të vish në një normalitet që ne e bëm me shumë vështirësi, por është ende më e vështirë që të ngjitesh më lart sot dhe po të shohësh edhe dinamikën dhe natyrën e sfidave në procesin e negociatave, kjo bëhet edhe më evidente. Sepse çdo hap i ri vjen me një sfidë të re më komplekse se sa ajo më pashmja. Dhe për këtë duhet shumë përgatitje dhe shumë forcë. Gjithsesi, ajo që është më e rëndësishme është që në këtë udhkryq ne kemi fatmirësisht në dorë një busull që është e pagabueshme, që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe sot, në 26 shkurt, ne jemi më afër antarësimit, dhe këtë e them faktikisht, jo metaforikisht, se sa që ishim fjala vjen në 26 janar, apo lëre pastaj në 26 shtatorin apo tetorin e vitit shkuar. Dhe përsëris kjo nuk është letërsi, ky është fakt, sepse e tillë është shpejtësia me të cilën po ecim në atë proces, fal volumit madh të punës që po bëjmë së bashku. Sepse për shembull së bashku në fund të janarit, pas një pune e vërtet të jashtëzakonshme, kaluam në kuvend një masiv të tërë ligjesh dhe amendimesh që ishin kryekput të lidhura me pikërisht procesin në fjalë. Dhe të tjera masiv na presin më tutje.